nuk ka dhënë. SPAK nuk e ka arrestuar. Mos po I bijem në qafë kësaj vajzës? Shiko, vetë ne njerëz. A fitoni që ju politikisht nga Rama që distancohet nga Balluku? Nuk. Unë mendoj problemi është që ne sot njerë, ky është problemi më I madh. Jetojmë në një terror mediatik, jo propagandë. Sot Shqipëria ka një terror mediatik. Në të gjitha anët. Pra edhe ajo që ndodhi dje me zotin Berisha është terror, pra. Ka humbur e akuzohen që tha një gjë që se tha që e pamlarë. E kam provuar edhe vetëm. Pra këtu ti je në një terror mediatik nëse ti bjen racionaliteti I arsye e komunikimit. Kur ke një grup terroristash që deformojnë gjithçka. Dhe nuk ka kush e njeh shtetin, çdo lloj shteti tjetër në botë, nuk ka zëvendës kryeministër pa kryeministër. Okej. Nuk ka. Pra, është zotëria I shpjegoi në detaje se e një është I fushës, I di më mirë argumentet, por të shkosh me një logjik të thjeshtë. Nuk munden të zhduken miliona e miliona euro pa dieninë e të parit qeverisë. Pastaj ka dhe një përgjegjësi politike, jo vetëm penale. E zëm se mora vesh. Ti aty që ta marrësh vesh. Po ti është zëvendësi jot, pra zëvendësi jot je ti në detyrë. Në moment që ti nuk ndodhesh fizikisht, është zëvendësi jot dhe ti e ke zgjedhur, qeverinë e ke formuar ti. Pra ka përgjegjësi politike dhe fakti që s'vjen as vet, nuk sjell as atë, politikisht ke dështuar totalisht. Nuk flasim më për politikë tani këtu ne. Ne flasim këtu për një terr informativ. Ka një libër shumë të famshëm të një amerikan I djalit I ri, I cili është amerikano-gjerman që thotë si bien demokracitë. Janë mediat e para që e dhunojnë demokracinë. Se është informacioni. Siç nuk u informuan njerëzit për ligjin fare, që ngelemen të barazia gjinore, siç nuk po informohen dhe sot, dhe I gjithë terrori mediatik pozicionohet tek opozita. Sepse gjithmonë fajtor është ai, pra, është opozita. Por zotëri, ka shumë njerëz që nuk janë me PD dhe shtetet atyre, por kjo është një detyrë qytetare. Pra këta qytetarë Shqipërisë që nuk e duan PD, nuk flas për ata që e duan dhe janë pjesë e PD-s. Ka një qëndrim të tyre për milionat e eurove që ka vjedhur kjo qeveri, ky klan grabitësh. Që këta kanë thashë, ta nuk kanë më, nuk kanë korrupsion, ta janë grabitës, ose nuk gjejmë më fjalë shqipe për të thënë. Këta luajnë me 10 miliona, nuk flasin më për para të vogla. Ta 50, 150, vlorë, tunel, port, ku I fusin pra, po këta kanë bërë një kërdin që në sa ekziston shteti shqiptar, nuk ka më, kjo është sa ekziston dhe kombi shqiptar, unë mendoj që nuk do ketë më piratë si këta. Piratër. Dhe të hymë, nuk ka nevojë për argumenti është publik. Sa ure bukur është ajo që ka zhdukur, që na mund. Ata ka dim ne, ata mund të kenë zhdukur palesa ura, tramvaje, tunele, ku zoti e di çka kanë zhdukur më. Megjithatë, asnjë ligj si ai I barazisë gjinore që kaloi dje në kuvend me 77 përfaqësues të popullit pa qartë për çfarë gjini.